Me di që e gjoj një punë edhe kam një rrugë të mirë nuk është e vështirë, po kur s'ki punë edhe s'ki pare është e vështirë. Kosovë tu e marrë parasysh edhe gjendjen ekonomike çfarë jena, është katastrofë të merë. Tu e pa që atë qeverie kena mas pare, që si mbështetin të rritë, normal që është shumë vështirë. Shqetësi ka marrë tjetër me prind edhe ata më financojnë, po prej shoqënisë tam që janë pak ma të rritën, unë e di që ata e kanë ma zor se për Prishtinë i kanë edhe rrogat pak të vogla dhe nuk din edhe mi menaxhu paret shumë mirë. Po i besoj që është e vështirë në këto momente që është gjendja në Kosovë, se s'ka edhe tarna të mira për shembull për fakultet, mundësit janë dopta. Edhe me kry fakultetin është problem me gjithë këtu punë. Atë mundësit jashtë, mundja me prit ma shumë për jashtë me të qyrë diçka. Sa për këtu, s'besoj që mundet më bo diçka. Unë mendoj që tash është pak ma lehtë se atëherë, se atëherë u kanë edhe një kohë ma e vështirë, normal edhe u duhet mu lodhë, domethënë për çato pare. Po jo, kon ma lehtë, unë mendoj atëherë. Kon ndoshta edhe pak ma lehtë se cili ka punu ose një antar ka punu e 10 veta kanë hongër, apo ti qysh tash 10 do të me punu për një me hongër, kështu që mendoj që atëherë kon ma lehtë. Tu bazon ato se që shokon arti ma herët edhe ka pas ma pak artista, edhe shteti ka investu ma shumë në artista edhe në aktorë sidomos, po tash jo, tash është interesimi zero. Po ma herët u konë nështë ma letë, se me një rrugë pak ma të vogël u konë mundësia ma e mirë.